Po keq interpretoni rrjedhën e gjërave, ditëve të fundit. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët e tha dje në një paraqitje pas konferencës për shtyp që nuk është çështja a do dalim nga qeveria. Çështja tani për tani është debati i brendshëm brenda Vlenit dhe brenda organeve vendimmarrëse të Aleancës për Shqiptarët për mënyrën e shkuarjes në zgjedhjet lokale. Siç e dini, është thënë disa herë publikisht dhe këtu nuk ka asgjë sekrete, nuk ka as teori konspirative. Çështja është diskutuar në nivel të trupit koordinues politik të koalicionit Vlen disa herë dhe për momentin jemi ende duke diskutuar mënyrën, formulën e shkuarjes në zgjedhje. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, rrjedhimisht Aleanca për Shqiptarët, vlerëson që e udhës është që të shkojmë me kandidatë të përbashkët për kryetar komunash, ndërsa me lista të ndara për këshilltar komunal me idenë që të mobilizojmë 4 fish më shumë. Pra të kemi 4 fish më shumë kandidat, rrjedhimisht 4 fish më shumë rrjete të ndryshme familjare, shoqërore, kështu me radhë, që do na mundsojnë që të mobilizojmë qytetarët dhe votuesin në ditën e zgjedhjeve lokale. A kishte ndonjë vendim konkret mbron nga mbledhja partijake? Unë nuk isha personalisht aty, sepse u ktheva vonë nga Sarajeva, ku isha në vizitë zyrtare. Feedbacku që mora nga mbledhja është se domethënë vendimi është lënë i hapur, vazhdon dialogu në kuadër të grupit parlamentar të koalicionit Vlen për të gjetur formulën për shkuarje të përbashkët në zgjedhje si koalicion Vlen. Grupe punues në kuadër të grupit parlamentar vazhdon punën e tij dhe është mandatuar që para kryetarëve, para trupit koordinues politik të Vlenit të sjellë një ose dy variante të mundshme që na mundsojnë që të dalim bashkë në zgjedhjet lokale